Po pse ke ministria nuk mund të punosh me zëvendësa? Pyetje. Këtë nuk e dim, Jo më ke plot vendime të qeverisë që firmosen nga zëvendës kryeministri. Në mungesën me porosi, zonja Penela Balluku, po. Edhe atje Gjithçka ti andi dhe diçka që duhet jemi korrekt. Po. Rrezikimi i marrjeve të provave, rrezikimi i kryet veprave penale nga ana e SPAK-ut duhet provohet dhe jo të supozohet. Për shembull, marrim rastin e Velias për krahasim. U dyshua që një dëshmitar ishte thënë që këtë shtëpi thuaj që s'është e imja është e jote, apo për çështje shtëpie. Shumë bukur është korrupsioni, u kap shtëpia, u shem, u bosh gjë tjetër. Ktu po diskutohet me miliona euro. Kupton? Pra domethënë, për një dëshmitar që ti the atij kështu, jo, fol ashtu, u qujt prishje provash. Po këtu që ke gjitha tenderat që janë varësi direkte. A nuk prishet prova këtu? Është shumë e mundshme thua. Këtu domethënë është e mundshme, por thash duhet të jetë e provuar. Pra duhen parë konkretisht çfarë provash, konkretisht çfarë çështësh dhe po mos zoti Karagja, po tani Belinda Balluku, më fal. Po. Nuk është nga ata njerëz që tani e ka marrë vesh ai se me telefon po je i zbardhur. Tani ajo këto 40 ditë nuk do punoj më me telefon. Do punoj me kontakte. Po. Do shkoj ti kontaktoj me korrier. Po. Dhe do të rregulloj shumë gjëra. Ndaj edhe unë them që gjykata kushtetuese për këto 40 ditë ka hyrë parcel të huaj. Karagja, përpara se të kaloj tek Prençi sërish për këtë çështje. Tani, nëse kushtetuesja pas 40 ditësh vendos se i bie nga 40 shkon 50 ditë, se do janë 10 ditë zbardhe vendimi, të arsyetohet i plot, do vendosin në favor të GJK-s. Që i thot GJK-s, ju kishit drejt, duhet pezullohet. A do thotë që ky rikthim në detyrë ishte thjesht sa për të fituar kohë qeveria? Bëri punë presioni kryeministrit. Unë nuk mund ta them, domethënë, gjykata kushtetuese, domethënë mbajti një vendim, ne respektojmë vendimin e saj, siç ka qenë dhe vendim me pakicë, kuptimin domethënë është vendim me pakicë, sikur 1 nga 5 shkote këte ai vendim mbite. Domethënë, duke lexuar dhe vendimin e pakicës dhe të shumicës, po kemi rregull. Neve do i referohemi gjithmonë shumicës, çka ka venduar do ta respektojmë. Mendoj që SPAK-u këtë çështje duhet ta shohim me vendimi me pakicë 5-3 është duhet pranuar që është një vendim shumë i sforcuar. Po, domethënë ka edhe analize shumicës është, domethënë analize pakicës është pak shumë. Po fiton. Shumica fiton dhe ne do t'i qëndrojmë. Do ta respektojmë. Do ta respektojmë dhe nuk, domethënë do komentojmë për 40 ditë. Nuk komentojmë gjyqtarët pse e morën, ata kanë bindjen e brendshme, ne diskutojmë sikur ndodhi kështu. Pra ne po është e gjitha çështja. Ne po diskutojmë. Gjitha çështja bindjesh. Vjen gjithnjë nga çështje bindje kjo Karagja, nëse ne shohim anëtarët e gjykatës kushtetuese që janë niveli më i lartë, kupola më e lartë e drejtësisë, a janë këta të intimidueshëm e kanë pyetjen? Në çdo lloj në një formë apo në një tjetër. Gjyqi e kalon afër se mund ta lënë në gjyq edhe në mars për shembull. Mund ta lënë afër, e kalon dhe afër që tani SPAK-u për këtë çështje, duke qenë se është para situate të tillë, nëse rrezikojnë provat gjithmonë pa e paragjykuar, këtë çështje do të jetë çështje prioritare. Duhet shtohen dhe numri prokurorëve, jo vetëm një, duhet të jenë disa dhe numri oficerëve, që çfarë janë prova për të marrë për këtë çështje duhet zbardhur. Gjatë kësaj kohe, këtë duhet bëjë. Po, duhet zbardhur se tash është me një pozitë të vështirë, sepse ti ke marrë një masë që sigurohet, domethënë që mos jetë në detyrë se prishën prova dhe kjo mastra, ti je i detyruar të kërkosh provën. Pra domethënë të shkosh aty ku është fronti më dhe ky front është emergjent, front thojse se s'është front aty do bëj prokuror. Detyrën e vet. Në vendimin e gjykatës kushtetuese janë reflektuar problematikat që ka ngritur kryeministri i Shqipërisë në raport me prishjen e balancës pushtetit ose anomalinë që i vjen pushtetit ekzekutiv. Dhe i ka reflektuar gjykata kushtetuese në argumentimin e vendimit, po e thomi të ndërmjetëm ose të vendimit paraprak. Po, prishje interesave të larta shtetërore. Po relacionin që ka dërguar SPAK-u dhe është reflektuar në vendimin e gjykatës GJK-s, përse nuk e ka reflektuar fare që t'i vente në balancë? Sepse fitoi shumica. Gjykata kushtetuese. Duhet kishte këto argumenta dhe këto argumenta. Kam idenë ishte një vendim i pjesëm i argumentuarit dhe mendimi i pakicës do jetë. Megjithatë unë këtë them, domethënë, i theksoj sa është parimi i proporcionalitetit. Një person dyshohet për vepra penale, jo për këtë rast, po e marrim një rast tjetër. Një ministër rrezikon, domethënë po marrim rast hipotetik. X ministër. Rrezikon lidhje me grupet kriminale të bëjë vepra të tjera. Neve themi jo, ne duam në detyrë se duhet funksionojë shteti se do vjen firmat. Tani, një person që dyshohet për vepra penale
janë dy mjete, mjetet procedurale dhe mjetet morale. Mjetet morale, siç ndodhi me Federica Mogherinin, dha dorëqen nga gjithë vendet e punës, u morë nuk është marrë as e pandehur, por nën e tim u bën një kontroll, stop tha unë nuk mund të rrim këtu. Këtu s'ndodh ajo. Kjo hiku e para. Pra neve synojnë të shkojmë në Evropë, ndërkohë që praktikisht jemi shigjet tjetër. Pra domethënë nuk njihet kjo punë. Domethënë aty. Dhe e dyta këto, domethënë këto raste kur ka vepër penale prevalon kodi procedurës penale. Është interesi publikut. Pra, interesi publikut është parandalimi, se një nga qëllimet e kodit penal, po të kesh parasysh në 1, 2, 3 dhe janë në vijim, është parandalimi i veprave penale. Neve s'mund të lejmë ezin. Dhe detyrat e policisë shtetit janë vënë në 30 kodit procedurës penale. Po mirë, zonë prokuror, kur nuk ekziston ki morali i dorëheqjes si në BE, me çfarë morali apo imoraliteti tentojmë të shkojmë BE? Ka shigjet, tha Karan se jemi shigjet tjetër, tha. Jemi tabel detyruese në vend tjetër, tabel blu. Okej, mirë, pyetja fundit të Prençi për ta përmbyllur këtë pjesë, të kalojmë tek zgjedhja e kreatorit të SPAK. Klodian Braus rrin edhe një herë këtu. Dhe njëherë, Prençi, a rrezikojmë ne që me vendimin që do marrë gjykata kushtetuese nëse ne e merr në favor të kryeministrit i kemi prerë krahët një herë e përgjithmonë SPAK-ut për tetuar zyrtar të lartë dhe për t'i bërë realisht përgjegjës kur ata janë përgjegjës, sepse duhet kuptojmë një gjë që edhe zonja Balluku që ne diskutojmë, që ndoshta mediat her pas here sulmojnë jo po bënin gjyq publik përkundrazi, ne analizojmë, shqyrtojmë, bëjmë gjithnjë presion pozitiv ndaj institucioneve për të reaguar ashtu siç do duhet të reagojnë, sepse prezumohet e pafajshme dhe zonja Balluku. Rrezikojmë t'ia presim krahët njëri për gjithmonë drejtësisë. Do ta lidh me dy momente. Do ta lidh me prezencën e gjithë ambasadave të akredituara në Republikën e Shqipërisë në procesin e përzgjedhjes së kandidaturës për kreun e SPAK-ut. Po kështu edhe të BK-s. Çka do të thotë që ndërkombëtarët u shprehen me nota maksimale për ish drejtuesin e SPAK-ut dhe u shprehen se mezi presim të bashkëpunojmë me zotin Braho për ta çuar përpara çështjen e luftës kundër kriminalitetit dhe korrupsionit në nivel. Pra që do të kalojmë tek çështja e dytë meqense po rritu të kalojmë. Jo, vetëm ta e bëra këtë lidhje. Okej. Unë jam i bindur që sot më shumë se kur, pra pardje, më shumë se kur, prezenca e autoriteteve evropiane dhe ato amerikane në institucionet e drejtësisë ku nuk u duken qoftë edhe presidenti i Republikës për të qenë atje në procesin e zgjedhjes kryetarit, po them kot presidentit, po një autoritet tjetër, që nuk ka konflikt pushtetësh. Fakti që ishin vetëm amerikanët dhe evropianët tregon shumë. Ja. Po, tregon shumë. Tregon që ata nuk kanë ardhur këtu dhe nuk kanë në moto mbështetjen e korrupsionit dhe mbështetjen e kryeministit. Kanë mbështetjen e segmenteve drejtësisë për të luftuar korrupsionin e këtyre që mungojnë aty. Dhe në këtë këndvështrim unë them që SPAK-u dhe GKK-ja do të ecin shumë përpara. Kam bindjen absolute, duke patur parasysh sepse unë kam thënë edhe po s'të lë kushtetuesja, Prençi në rast se nuk e lë kushtetuesja, thotë ti nuk e pezullon dot. Ti nuk e heq dot provat nga duar nëse rrezikohet të prishen. Nëse vendos kështu, ne po bëjmë një hipotetike. Të thash ka hedhur një hap ndërmjetëm, po përfundimi do të jetë ndryshe. Përfundimit besoj që do të jetë ndryshe sepse në fund të fundit bëhet fjalë për një nivel shumë të lartë korrupsioni dhe mos mendojmë vetëm kaq. Për segmentet qeverisë shqiptare ka hetime edhe për te Adriatikut. Sepse gjurmët e zyrtarëve të lartë të Shqipërisë në raport me korrupsionin dhe shpërdorimin e fondeve kanë mbritur deri përtej oqeanit, edhe në gjithë botën rreth e qarknesh. Kështu që sipas informacioneve, janë verifikuar dhe kanë dalur pozitive edhe transaksione bankare në shumë të mëdha, por ka dhe probleme edhe me botën e nëndeshme të grupeve kriminale. Në raporte me zyrtarët e lashtë implikuar në korrupsion dhe shpërdorimin e fondeve publike. Dhe besoj që këtë informacion e kanë më detajuar ndërkombëtarët. Këta zotërin këtu. Po këto e kanë informacionin. Edhe besoj që këta do jenë realisht dhe kur këto të jenë një ushtri në krah të SPAK-ut,
dhe GKK-s, edhe në krah të BK-s, nuk besoj që gjykata kushtetuese do të bëj argumente të tilla, sepse në fund të fundit një gjykatës kushtetues nuk është i përjashtuar nga të ndjekurit penalisht. Sepse nëse sigurohen prova që format e intimidimit të gjykatës kushtetuese janë të paligjshme, nga mund të fillojnë edhe hetimin ndaj tyre. Okej, mirë, ne duhet ta shohim deri në fund se si do të shkojë procesi. Siç e tham edhe një herë, zonja Balluku është rikthyer për 40 ditë në krye të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe si zëvendëse e kryeministrit, pra si zëvendës kryeministre. Kështu çmoi gjykata kushtetuese me një vendim të ndërmjetëm, siç e tha edhe Prençi dhe siç arsyetoi dhe mëtej Karandxha, do duhet presim vendimin përfundimtar. Gjithë analiza jonë ishte një analizë që, siç e thash edhe një herë, ndoshta shpesh mediat, gazetarët, analistët, ekspertët ndryshëm mund të kritikohen për atë të cilën e cilësojnë si një gjyq publik, por më besoni, ne si media dhe kushdo tjetër, të gjithë të ftuarit, panelistët, jemi për diçka pozitive. Jemi gjithnjë për të inkurajuar organet e drejtësisë për të shkuar çështjeve hetimore deri në fund, zyrtar të lartë të lidhur me krimin organizuar, të cilët janë të implikuar në korrupsion, të hetohen dhe të çohen, të përballen me akuzat që kanë në raport me drejtësinë. Sigurisht ne inkurajojmë organet e reja të drejtësisë, siç është SPAK-u dhe gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, që të mos stepen edhe në raste të intimidimit, por sigurisht përpiqemi të ngremi një nivel të lartë të ndërgjegjes së publikut për të kuptuar realisht atë çfarë po ndodh. Kurse si, nuk bëjmë gjyq publik dhe ajo që ne bëjmë është ngritja e presionit pozitiv. Çdo kush i cili merret në hetim nga SPAK apo ndoshta i ngrihet edhe një akuzë merret i pandehur, ma besoni që deri në fund të procesit ai prezumohet i pafajshëm dhe është gjykata e cila çmon nëse ky person është fajtor apo jo, dhe ne kësaj do t'i qëndrojmë. Gjithkush deri në këtë moment që ne kemi le të themi çështjet e fundit, të gjithë prezumohen të pafajshëm, qoftë Velia, qoftë Balluku e të tjerë. Me radhë, prandaj përpiqemi të jemi të kujdesshëm tek narrativa jon në formën e analizës, në mënyrën se i trajtojmë, sepse është GKK që vendos nëse një zyrtar është i korruptuar apo është i lidhur me krimin organizuar, pra ka kryer një faj, një vepër penale në kurriz të interesave të shtetit. Ne ndalemi tek një tjetër çështje, zgjedhja e kreut të ri të SPAK, zotit Klodian Brau, i cili në datën 19 dhjetor, vetëm pas jave, merr detyrën. Dumani lë aty stafetën dhe Dumani kthehet në një prokuror, le të themi i zakonshëm në prokurorinë speciale. Ne ndjekim se si u dha vendimi, sa vota mori Klodian Brau, ndryshe nga Dumani, reagimin e ambasadës amerikane në raport me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-u dhe sigurisht një profil të Klodian Braus. Do diskutojmë shumë kush është kreu i ri dhe çfarë do bëjë ndryshe nga Altin Dumani. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodian Brau në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mandati i prokurorit Brau në pozicionin e drejtuesit është 3 vjet pa të drejtë rizgjedhje, duke filluar nga data 19/12/2025 deri në datën 19/12/2028. Ky është momenti kur prokuroria e posaçme njihet me kreun e saj të ri, prokurorin Klodian Brau, i cili do të drejtojë këtë institucion deri në vitin 2028. Ndryshe nga paraardhësi i tij Altin Dumani, i cili brenda pak ditësh pritte të dorëzoj stafetën Braus, ky i fundit fitoi bindshëm me 7 vota pro. Ajo që u vorrej ishte një prani e madhe ndërkombëtarëve, të cilët ndoqën nga afër të gjithë procesin e zgjedhjes së kreut të ri të SPAK. Për shumë që komentuan këtë çështje, zgjedhja e Braus nuk ishte surprizë. Me sa duket ai ishte sërish një emër i shëndetshëm për marrëdhëniet e forta me partnerët tanë strategjik në luftën kundër korrupsionit, por veçanërisht kundër krimit organizuar. Madje vetë Shtetet e Bashkuara nëpërmjet selisë së tyre diplomatike në vendin tonë uruan kështu. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë Altin Dumani për shërbimin e tij të pashembull si kryeprokurori SPAK. Integriteti dhe guximi i tij në mbajtjen e kriminalëve përgjegjës kanë forcuar bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, duke na bërë më të sigurt nga kërcënimi i krimit ndërkombëtar dhe trafiku të drogës. Ne presim me kënaqësi të vazhdojmë partneritetin tonë të fortë me kryeprokurorin e ri të posaçëm Klodian Brau në rolin e tij të ri në krye të SPAK. Por kush është Klodian Brau? Le t'i bëjmë një profil të shkurtër. Ai përfaqëson një nga figurat që kanë ndërtuar karrierën hap pas hapi brenda sistemit të drejtësisë, duke u ngjitur gradualisht në nivelet më të larta të prokurorisë shqiptare.
I lindur në Skrapar në vitin 1982, ai përket brezit të prokurorëve që u formuan pas viteve 2000 dhe u konsoliduan profesionalisht në periudhën e reformës në drejtësi. Pas diplomimit në drejtësi dhe përfundimit të shkollës së magjistraturës, Brau emërohet prokuror në vitin 2007. Fillimisht shërben në Berat dhe më pas në Vlorë, ku përveç detyrës së prokurorit, mban dhe funksion drejtues. Pikërisht në Vlorë ai del në pa përhetimin dhe çuarin në gjyq të ish kryebashkiakut Shpëtim Gjika, një dosje që shënon një moment të rëndësishëm në ndjekjen penale të pushtetit vendor. Në vitin 2015, karriera e tij merr një kthes vendimtare me kalimin në prokurorinë e krimeve të rënda. Aty Brau përfshihet në disa nga hetimet më delikate të kohës, përfshirë çështjen ndaj ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla, një nga proceset simbol të llogaridhënies në nivelet më të larta të sistemit të drejtësisë. Kalimi i procesit të vettingut pa probleme dhe eksperienca me krime të rënda e bëjnë pjesë të SPAK që në ditën e parë të krijimit të tij, më 19 dhjetor 2019. Brenda prokurorisë posaçme, Brau ngjitet në rolin e shefit të seksionit kundër korrupsionit dhe konsolidohet si një nga prokurorët kyç në dosjet me impakt të lartë publik. Ai ka udhëhequr hetimin e inceneratorit të Elbasanit, dosja e vetme e kësaj natyre që ka marrë vendim të formës prerë, me dënime për zyrtar të lartë dhe ish-ministrin Lefter Koka. Po ashtu Brau ka qenë në krye të hetimeve për dosjen 5D, çështjen Toyota Auris, si dhe pjesë e prokurorëve që kanë firmosur akuzën ndaj ish-ministrit të mbrojtjes, Fatmir Mediu për Gërdecin. Me këtë profil, Klodian Brau shihet si një figure e formuar brenda SPAK, me eksperiencë në dosje të ndjeshme politike dhe institucionale, dhe si pasues e një linje prokuroriale që synon vazhdimsinë e hetimin e korrupsionit dhe krimit organizuar në nivelet e larta të pushtetit. Por megjithatë, ky është perceptimi paraprak. Rrugtimi i tij do të shihet muaj pas muaj dhe vit pas viti si kreu i SPAK në këtë mandat 3 vjeçar. Mirë bra, ky është Klodian Brau, kreu i SPAK i cili pason Altin Dumani në këtë detyrë të misionit themi, sa i vështirë, aq edhe me një interes të lartë për vendin siç jemi ne, por çfarë ka ndodhur? Ndoshta shumë e kanë komentuar si një zgjedhje jo të rastishme. Të lutem regjia, do doja të kaloja me 3 foto të ndryshme, janë 3 postime të ndryshme të ambasadës amerikane, duke nisur që nga shtatori. Kjo është fotoja e parë. Shohim 309 zyra dhe Klodian Brau, prokuror. Këtu është Nancy Van Horn e ngarkuara me punë e diplomacisë amerikane. Këtu është një tjetër takim, zyra 309, Klodian Brau. Ecim dhe me një tjetër dhe këtu është Mark Fleming, i cili erdhi pak javë më parë, sërish zyra 309. Në 3 postime të ndryshme ambasada amerikane, duke sikur sinjalizoi, sepse është vetëm zyra e cila u publikua. Tashi Edhe për koincidencë është dhe foto Ismail Qemalit aty. Edhe foto Ismail Qemalit. Gjithmonë ka dalë kanë përshtypjen do të jetë në foto të tjera. Po. Tani zgjedhje me merit të plot, Karanja se kanë përshtypjen ju prokuror, diku jeni hasur dhe me Klodian Brau ka përshtypjen në rrugutimin tuaj. Është vërtet. Si e njihni? E meriton se meriton, ishte një zgjedhje e ndërkombëtarëve. Kujt i prish punë, le të themi, qeverisë në këto kushte që është, pse mund mi analizosh pak të gjitha këto? Duhet kemi parasysh diçka. Prokurori Klodian Brau është një prokuror i cili e ka filluar karrierën e tij duke u bazuar në ligjin për prokurorin. Dhe ligji për prokurorin, kriterin kryesor atëherë ka pas të marrë shkollën e magjistraturës. Pra ka marrë shkollën, ka marrë fakultetin, ka kaluar një konkurs shumë të vështirë dhe më pas ka filluar në punë në qytetin e Beratit. Nga Berati ka kaluar në Vlorë dhe Tiranë. Pra kemi një ngritje graduale në karrierë. Pra nuk kemi njerëz që ngrihen në karrierë. A keni pas kolegë në prokurorin e Tiranës, ë? Apo jo, nuk ka qenë? Në prokurinë e krimeve të rënda. Ka qenë në krimet të rënda, kaloi te krimet të rënda, okay. Ka kaluar. Ka qenë prokuror që ka kaluar presione ndryshme, po të kemi parasysh, janë bërë presione ndryshme mediatike, nuk ka lëshu i dhaf goje. Se të kemi parasysh ke edhe prokurorë tjerë që janë qarë, kuptimi që ankohem, kam frikë nga media, kam frikë nga portali, këtë nuk e kom gjuhë një që të ketë frikë nga një portal. Shef punë e ti, pra kjo është diçka pozitive. Do më thënë që presioni është presion. Tek disa njerëz është ndryshe. Edhe prem që kur ka qenë punë, ka pas presion e gjithë që kemi post, sepse puna që ke të bësh me njerëz do kesh dhe kundër përgjigje. Pra, edhe është ligji i fizikës, kur godet do kesh dhe kundër përgjigje. Tani, këtu kishim një konkurim. Marrin dhe kandidatë tjerë.
Po Elvin Gogaj, Doloreza Musabelliu, e cila mori 0 vota, nuk e kuptuam. Nuk e kuptuam, se aty në këshill kishte edhe tre kandidate femra, megjithatë. Adnan Xholi dhe i zgjedhuri apo zgjedhuri. Marim Adnan Xholin ta analizojmë se edhe Adnan Xholi është një karrierë shumë gjatë, karrierë si drejtues, karrierë me çështje të rënda.